Përshëndetje të nderuar televizionistë të televizionit Opinion. Ne nisim emisionin Psikologjia 5 në sezonin e dytë të saj. Me mysafirë të nderuar nga lëmit e ndryshme të drejtimeve psikologjike dhe mjekësore. Sot kemi nderin që kemi të ftuar mysafirin e nderuar nga Shqipëria, i nderoj doktor Kastriot Melyshi. Mirë se erdhët në emisionin e nderuar doktor. Mirë se u gjeta. Televizionistë të nderuar të televizionit Opinion. Si çdo herë edhe sot do të trajtojmë tema të dimensioneve të ndryshme psikologjike mbi ide dhe koncepte bazë për jetën, njerëzit dhe natyrën e saj. Sot me doktorin kemi vendosur ta trajtojmë një temë të rëndësishme që bën pjesë në spektrin e pikpamjeve filozofike, shkencore dhe mjekësore. Bëhet fjalë për një temë rreth një mendim ndryshe me kohën, mbi segmentet e mendimeve nga Freudi, Einsteini, Marxi, ndikimi i tyre në shkencën e sotme moderne. I nderuar doktor, si mendoni puna e ndikimit, influencës së madhe të këtyre shkencëtarëve, a ka ndikuar në shoqëritë e sotme njerëzore? Nuk është se puna se ka ndikuar, ajo puna e tyre, këtyre tre kollosëve, që janë edhe më tepër, nuk është se ka ndikuar, ajo ka dominuar dhe drejton gjithçka. Pra e gjithë kjo botë, si thosh, është një projekcion i atyre mendimeve. Por që të tre janë, si thosh, kolos të mendimit materialist. Me këtë du të them që e gjithë bota që ne jetojmë, si që ne jetojmë dhe e konsumojmë atë, është krijesë e një botkuptimi të ri, botkuptimit të matshëm ose materialist, i cili erdhi gradualisht që nga zana filla, gjithçka zuri fill me matje ose me ndarje, çka ndahet matet. Dhe ndarja fillon qysh me Evën, Adamin, ose Ademin dhe Havan, si që thonë në Kuran. Kjo erdhi gradualisht, duke ushtuar dhe zuri vënd në gjithë botën shkencore të sotme, sepse dhe vetë shkenca, ashtu si dhe feja, fillon me matje, do më thënë me ndarje. Aty kur thonë, që u gjetë ato shpikja më e madhe shkencore e botës moderne e tjera është atomi. Atomi, do të thotë, është i thymi, është i dami. Adami. Pra, pavarësisht, po, kjo është fillesa, në zana fillesa është mistike dhe fetare, që Adami u nda nga Eva e tjera, u bën dy, dhe filloj bota e dyshit, e dyshimit, e matjes, e tjera, dhe po këtë kopje e kësaj, po kështu fillon dhe shkenca, me atomin. Atomin ndahet, me gjithse, në esencën e saj, fjala atom, do të thotë, jo i damun, jo i thymun, aja vepron si negacion, shkenca materialiste nuk mund të veproj me një grimc të pandame. Atëhere, syri, vëzhgusi, shkencëtari, perceptusi dhe eksperimentusi e ndanë në proton dhe elektron. Si që feja, ndau njeriun në burë dhe gru. Pra, paka shumë në kontradikt falso, feja me shkencën thonë gjithmonë të njëjtën gjë. Janë krejtësisht mendime dhe botkuptime materialiste. Ky botkuptim materialist vjen dhe gjen majat sot, arrin në majat e mendimit, se gjithçka është prodhimi i mendimit. Se dhe vetë mendimi ka të bëjë me ndarjen. Mendo, baraz, menda. E gjithë bota, bëda,
në Shqip. Po të flasë për Shqipen, duke folë për Shqipen, ne flasim për filozofin, për psikologjin, për shkencën, për mitologjin, për gjithçka. Gjithçka është e kodifikuar në fjalë. Prandaj thot fjala është e para, me të u bë gjithçka. Gjua, komunikim. Po, pra. Dhe vim të këta kolos të mëdhej, tek Marsi, tek Freudi, tek Einsteini. Janë 3 kolos të mëdhej të cilët kanë vënë çatin e mendimit materialist, të matshëm, sepse fjala materie vjen nga shqipja. Çfarë matet është materie. Çfarë nuk matet, nuk është materie, është frymë. Infiniti për shembull nuk matet. Paskajorja, i paskajshmi nuk matet. Grimca ose pika nuk mund ta masësh. Këto nuk janë materie. Por brenda këtyre ne ndajmë feta, siç u bën dhe fetë, në racione, lind mendimin racional etj. Dhe vim atje ku pastaj edhe percepcionet tona janë i gjithë perceptimi nuk është gjë tjetër. Vetëm se ndarje në copa. Çfarë do të thonë? Percop dhe percip është e njëjta fjalë. Atëherë këtu ndohen 2 teoritë e ndryshme, strukturaliste dhe behavioriste, pra objekti, sjellja dhe strukturat. Vetë thuat i, këtu ndahen. Po. Pra pa ndarje këtu nuk bëhet asgjë. Kjo botë pa ndarje nuk ekziston. Dhe Marksi atë punë bëri. Ndau mirë punën e fitimit të materjes, punën e lekut, të mbi fitimit, të mbi vlerës etj. Dhe akuzoi kapitalizmin që të lindte një teori e re, një demokraci sociale, cila u quhet socializëm. Mos vallë në socializëm nuk ka ndarje, e njëjta gjë është. Vetëm se këtu kemi ripërtritje nëpërmjet përsëritjes. Përsëritje dhe përtëritje është e njëjta fjalë, është e njëjta gjë. Atë punë bëri dhe Freudi. Të gjithë shkencën e tij bindëse për mendjet njerëzore, sepse mendimi ose mendja njerëzore punon dhe bindet kur ti ja përcakton dhe ja sqaron diçka, ja racionon. Prandaj themi ne, ky ishte shumë racional në diskutimin e tij. Pra e quajmë të zgjuar. Racional është racion. Ai që është racional në mendimin e tij nuk e ka thënë gjithën, nuk e di të gjithën. Nuk mundet, thot vetëm një pjesë saj, një racion. Pra, edhe Freudi këtë punë, pra e lokalizoi gjithçka në materien trupore. Aq sa çatia e Freudit vjen puna dhe lidhet tek seksi. Gjithçka shpjegonte me anë të seksit. Vetë fjala seks do të thotë seksion. Ndarje. Seksionet e ndryshme që ekzistojnë në dobi të ndryshme. Ndarja është soja tek simboli, se ju keni simbolin, ja ku e ke këtu simbolin. Tek simboli Taos, simboli hindu dhe kineze, japoneze, etj. Ke një së në mes që ndan yingun nga yangu, të bardhën nga e zeza. Ai është serpente, ndarësi biblik. Serpente gjarpri. Kupton? Vim ka Einsteini, dhe Einsteini është koka më e madhe e shkencës materiale dhe më i besueshëm. Por ndryshe nga të parët, Einsteini guxoi dhe hodhi një hap përtej fizikës, përtej materjes. Gati kaloi në metafizik. Pastaj u tërhoq prap me një shprehje të famshme që thotë që unë nuk besoj në këtë metafizik, sepse nuk besoj që Zoti luan me zare, me fjalët zare të tafti vrarë qatë bjeri. Edhe mirë, po ta lidhësh me mitologjin, me filozofin dhe me kuptimin e fjalës, si dhe me anatomin, biologjin, fiziologjin dhe gjithçka, sepse gjithçka që ne themi ka kuptime të pafundme, është një hologram. Po ta lidhësh këtë fakt të këtyre të treve që mbajnë çatin e botës, çatin e mendimit shkencor, filozofik, kupton ti? Dhe material në të gjithë financën, në të gjitha
para psikologjin që thua atje. Në të gjithë këtë botë, këta e mbajnë, i kanë vënë çatin, për te këtyre nuk kalon dot njeri. Po ta lidhësh pak me mitologjin, këto janë si 3 kokat e Cerberit. 3 kokat e Cerberit, Cerberi ishte qeni i zi që ruante Hadin. Hadi është mbretëria nën tokës e shpirtrave e tjera në mitologji, që kush hyn brenda nuk del dot më. Mbretëria e varreve. Por aty është e vërtet, është metafizika jo. Aty është e vërtet. Ai kishte një qen që e ruante Hadin. Linte me hy, po nuk linte me dal. Pra këta 3 kokat e mëdha që ruajnë Hadin, këta të lënë të hysh në botën e tyre, po nuk të lënë të dalësh, të nxjerrësh kokë. Nuk të lënë të kalosh kufirin. Të kalosh në metafizik, në matan fizik. Çdo gjë është e limituar. Kufiri pra. Kufiri. Pra po vure kufirin janë materie. Metafizika s'ka kufi. Kupton? Është fantastiko shkencore me siguri. Po është fantastiko shkencore, por fantazia është gjithmonë një hap para shkencës. Po, edhe hipoteza gjithashtu. Pra hipoteza, shkenca hecën me hipoteza, dhe në çdo hipotezë e shkencës bëhet tezë. Për të bërë hipotezë. Mohohet ose po. Dhe del një tezë tjetër. Kjo tezë vjetrohet, mohohet, ky është ligji i mohimit që mban materien. Pra kalove kufirin e këtyre 3 kollosve, je i dënuar me vdekje. Kush thot të vërtetën, është i dënuar, digjet. Kështu tha Jezu Krishti, të vërtetën, e kryzon. Një histori e vjetë. Por, kjo ndodh për ditë. Atëherë kemi një thënie, po nga Bibla, thënie lapidar e Jezu Krishti. Mjerë ju, farisej, doktor të ligjit dhe skrib, ata që shkruanin, mësuesit. Farisejt ishin ata mendimtarët e mëdhej që drejtonin popullin e tjerë. Dhe doktor të ligjit, ligjvënësit, ata që mbanin tjerë, që mbanin shtetin, ose mbanin masat të shtypura. Që keni uzurpuar, thot, vazhdojnë, po vazhdojnë me fjalët e tij, çelcat e diturisë. Këta i kanë çelcat. Po s'kalohen akademitë shkencave, nuk merr dot as titull mbi fjalë. Po s'kalohen në profesorat, nuk të japin titull. Nuk të japin fare. Jep çfarë do teze të duash, nuk të hyn arsyetim, ku e ke gjetë, thot. Si e ke provu? Pra, a e ke prek me dorë, shën thomaj, po se preka, thot, në plak, nuk e besoj. Këta janë materialistë të thjeshtë. Dhe vazhdojmë. Vetë nuk hyni brenda, u thot Jezu Krishti, por nuk lejoni as të tjerë të hynë. Pra, kanë vënë prit. Kjo është prita, kufizimi ynë mendor i imponuar materialist. Një pyetje kështu, profesor. A mendoni që derisa mendohet nga shkencëtarët se truri arrit të mendojë vetëm 3%? Kush na pengon që për te 3% që të deportojmë ne si qenë njerëzore? Është religioni faji kryesor apo kush? Mirë që e hape. Disa thonë 3%. Disa thonë kemi arritur 5%. Dikush tjetër thotë që Einstein arritën 7%. As 10% jo atë. Nuk ka rëndësi. Në qoftë se do marrim masën e trurit, siç është truri, dhe do ta masim, sa i bie 3%? Sa i bie 5% dhe 7%? 5%, 7% dhe 3% i bie vetëm korteksi i trurit, cipa që mbulon trurin. Pra, këta mendojnë se do shkojnë, nuk shkon dot më shumë. Aq është kufiri. I trurit që ne quajmë tru, i mendimit. Mendimi del nga korteksi. Por, qa është në 5%? Prap tru është, po është tru i bardhë. Subkorteksi. Pavedia, subkonscienca. Subkonscienca. E vërteta. Dhe këte e ke hologram. Depoja misterioze njeriu. Dhe këte e ke hologram, e ke edhe në këtë, në univers,
Shkencëtarët thot mendojnë që materia thot në të gjithë universin materia e zeze e bardhë i vendë ngjyra është 5%. Disa thonë 3%, tash e kanë ulë edhe më pak e tjera tjera. Disa thonë që nëse ne te i kalojmë 3%, njerëzit ndoshta mund të fluturojnë, të shpikin mjete të ndryshme teknologjike. Jo ta kalosh 3%. Sa më shumë ta kalosh ta bësh 10%, 15, 20, 30%, aq më pak do fluturosh. Sepse rëndohet. Çfarë rend? Rëndohet. Rëndohet si pa e trurit, shtohet pengesa. Kjo duhet të jetë 0%. Në qoftë se kjo duhet të jetë 0%, atëherë ti mund të fluturosh. Ti eliminon gravitetin. Kjo është graviteti, ndarja. Pa ndarje s'ka gravitet. Nuk mund të ketë gravitet pa dy objekte të ndara. Po të jetë vetëm një objekt. Ku do bjeri ky? Në vetvete? Duhet të ketë një pikë krahasuese, një objekt të dytë, që të bjeri. Dhe me që erdhëm ke graviteti. Lexova në Facebook, me që Facebook është bërë për gjithë tash. Lexova një letër shumë prekse dhe shumë të bukur të Einsteinit, i cili ja dërgonte vajzës tij. Ku nëpërmjet gravitetit i shprehte asaj dashurinë e madhe dhe gravitetin e barazonte me dashuri. Një kritik të vogël, ne nuk jemi në gjendje të kundërshtojmë Einsteinin, mendjen e tij të madhe atë. Por dashuri do të thënë unifikim, bashkim trupash. Unifikim, mos ndarje trupash. Pra, duke menduar Einsteini që molla e Newtonit ra për tokë etj. Këtë e krahason me dashurinë që toka ka për trupat e tjerë që i thithë etj. Në esencën e vetë graviteti është shtytje, është urrejtje. Nuk mund të jetë tërheqje, nuk mund të jetë dashuri, në esencën e tij. Por, duke parë që një univers, siç përshkruhet sot, zgjerohet, thonë, galaktika jonë zgjerohet për ditë. Ku është graviteti këtu? Po t'ishte gravitet, e do ngushtohej. E do afrohesh, do bëhesh një. Ajo po zgjerohet. Por, po të hysh më tej në gravitet, në galaktik tjetër, aty afrohet. Pra shtytje, afrim. Veprim kundër veprim. Dhe veprim kundër veprim, tërheqje dhe shtytje funksionojnë njëkohësisht dhe në mënyrë të barabartë. Dhe këtu graviteti humbet kuptimin e tij. Domethënë graviteti ekziston vetëm në perceptimin ton. Nuk ekziston. Siç nuk ekziston koha, energjia, kupton? Materia. Sot në CERN të Zvicrës kanë 10 vjet që punojnë, 10 miliard të shpenzuar etj. Arritën në një përfundim. Materia s'ekziston. I hoqën ata dy që thanë, dhe i thanë vazhdoni punën. Sepse, në qoftë se ju na hiqni materien, na azgjësoni materien, atëherë bie gjithë bota materialiste. Bie botë kuptimi materialist. Azgjësohet. Bie leku, bie financa, bie në vëzhverishët, bie në qeverit. Vjen edhe një herë bota si para Evës dhe Adamit. Vjen liria. Rikthim prapa. Rikthim prapa. Ose për para. Sepse para është një fjalë me dy kahe. Dhe shkojmë para, thot. Po ne mund të themi edhe para historik. Kjo fjalë na tregon dhe atje dhe. Nga ado që të shkosh, ke një pikë do shkosh. Tek e lira, liria, etj. etj. Liria është e pazgjësueshme dhe pa kohë. Ti s'mund t'i vesh kohë. As kufi. Doktor, nëse citojmë një thonje të rëndësishme shkencore të Albert Einstein, thotë se e tashmja, e shkuara, e kaluara dhe e ardhmja nuk është gjë tjetër vetëm një iluzion kokfort. Si mund ta konceptojmë? Është krejt në rregull. Është një iluzion kokfort. Është krejt në rregull. Nëse e kaluara ekziston, tani sot shkencëtari i njohur Stephen Hawking thotë se ne mund të i rikthehemi kohës pas përmes aparatit apo makinës që na kthen pas në kohë. Gabimi është tek makina. Po sepse nuk është shpikë ende. Po jo, edhe po të shpiket. Kur nuk do të kthej makina tyja,
atje ku do ti, si që thot ky, Hawkins. Hawkins bëri buj me kohën, bëri buj me vrimat e zeza, dhe prap i mohoi. Hawkins është një materialist shumë i zhvilluar për kohën tonë, shkencëtar i madh, por është materialist. Dhe për sa kohë është materialist, kur nuk mund të shkojë tek e vërteta. Nuk ekzistojnë vrimat e zeza. Nuk ekziston antimateria. Sepse s'ekziston as materia. Dhe këtë e vërtetoi CERN e Zvicrës. Dhe nëse materia nuk ekziston as koha. Prandaj, edhe në Kur'an, edhe në Bibël, thot, jetoje momentin tashti, ka vetëm një kohë të tashme. Në kohën e tashme, ne kemi edhe të gjithë eksperiencën e shkuar, të mbledhur këtu, dhe në bazë të kohës tashme, të mënyrës se si ne sillim në kohën e tashme, kemi projektuar dhe të ardhmen. Kur nuk ka një të ardhme dhe një të tashme. Të gjitha janë mbledhur në një. Kur e pyetën, po dalë prapë këtë Bibla, i referohem shpesh unë asaj. Jezu Krishtin, mësuesit e vet, ata nxënësit, dishepujt. Mësuesit thanë, ku ishe ti kur Abrahami ishte? Ibrahimi. Ka qenë shumë përpara. Kur Abrahami ishte, unë jam. Nuk ka ishte dhe do jetë, unë jam. Pra ka vetëm kohë të tashme. Kohën e shkuar dhe të ardhme, ne e projektojmë këtu, imagjinojmë këtu, kuptonte? Lobi frontal. Po këtu në tru. Pra, e perceptojmë ne, jo se ekziston. Ti në çdo moment, shparishim atje, po sot të shihemi këtu. Në çdo moment që je. Je në atë moment. Çfarë iku? Iku dhe mblidhet si eksperiencë në tru. Si i marrë si memorie. Kujtes. Memorie, kujtes. Në region. Me marrë është materia dhe ajo. Se ajo merr është nevojtare memoria. Dhe të ardhmen ti e ke po këtu. Kur të shkosh atje prapje në të tashmen. Si që ishe para 1 milion vjetësh, po në të tashmen. Pra koha, filozofikisht, thellësisht, me mendim filozofik. Se dhe filozofia është me fillu me zanë. Me zë, me fjalë. Dhe më thënë, koha nuk ekziston, por nuk ekzistoj koha as materia nuk ekziston. Çfarë ndodhi atyre në CERN të Zvicrës? Morën për të gjetur, për shpejtuan ato elektronet. Dhe gjetën që nga CERN në Zvicër deri në Rom, 720 km, neutroni kalon të shpejtësinë e dritës. Të kalosh shpejtësinë e dritës do me thonë të mos arrish ta masësh. Nuk arritën ta masë. Ata shtypën kronometrin atje, këta e shtypën njëkohësisht. Ata e nisën, këta e pritën. Praf, thanë, po ti e nisë, po edhe unë e prita në të njëjtën kohë. Pra, ka i shpejt heci ky? Po se ekziston pra shpejtësia. Sepse ky neutron, ose neutrino që e quajtën ata, ose bosoni, ose grimca e Zotit. Grimca Zot. Zoti është grimca. Nuk është se iku nga Roma në CERN, apo anas Sjeltas. Ai ishte edhe atje dhe këtu. Është i njëjti. Kjo është holograma. Kudo ndodhja. Omniprezentja. Ata e vërtetuan ekzistencën e Zotit. Nëse ti do vërtetosh ekzistencën e Zotit, do me thënë mungesën e shpejtësisë, mungesën e gravitetit, e tjera, mungesën e materjes. Materja është djalli. Atëherë, qofse ka një infinit, çfarë është finiti? Finiti është pjesë e infinitit. Në përjetësisë. Pakufishmëri. Pjesë, pakufishmëria është infiniti. Ku nuk ka fare një cak. Ashtu është dhe gjuha jonë. Gegnishtja është paskajore. Prandaj Zoti Paskaj. Paskaj para. Prandaj Zoti domethënë barazohet me të paskajshmin, ose gjuha gegnishtja, paskajorja, që e kanë mohuar, se ky kongresi aty 1972 futi pjesore. E ndau, siç kanë ndarë fetë. Të gjithë fetë drejtohen Zotit.
por janë fet, pjesë ose racion i të njëjtit Zot. E ka ndarë dhe ndarja sjell sherr. Prandaj janë dhe në sherr. Zoti është një, apo jo? Po ku ka një, nuk mund të ketë dy. Dyshi bëhet duke me hu njëshi. Po. Minus një. Me sqaruat më herët sipas Pra, të gjithë këto fe kanë më hu Zotin. Që janë bë fe, ta feta racione, bëjnë sherr, jo është baba im, jo është baba jote, gjithë duan autorsin. Nuk mund të marrësh atë, nga dyshi nuk shkohet ke njëshi. Harohe. Dyshi duhet më hoj veten, minus 2. Barës 1. Më honi fet, që t'jeni ke Zotit. Dhe ke në Bibël e në Kur'an, të thot Muhamedi, se po dalet, fillimisht. Kur të njihni veten, keni njohur Zotin tuaj. Të thot Jezu Krishti, Isai. Ka qenë thënie lashtë kjo, edhe nga Aristoteli. Një vetën tënde, motoja. Po nuk ka rëndësi. E komunikimit intrapersonal. Unë po të them pra që shkenca dhe feja e në njëjta gjë. Po. Kur arrin majat, flasin në të njëjtën gjuhë. Edhe Krishti atë thot, mos e kërkon qiell, thot, se nuk është. Do e kishin gjetë zojës. As në bdete. Do e kishin hangër peshqit. E ke brenda vetes. Është i hymuni që thon këta. I hymuni, hyjnori, imuniteti themi ne, mjekët. I shtimuni mren, stem cell, thon ata në mjekësi. Stem cell, duan me bë gjithë organet e s'ka për t'i bërë. I nderuari doktor, pasi trajtuam shumë dimensione interesante psikologjike, pikpamje filozofike mbi shumë trajtesa të botkuptimit, të qenjes njerëzore dhe dukurive tjera, mendoj misterioze. Kisha një pyetje në vem rreth çështjes së unit që në fillim është trajtuar nga filozofi i njohur Georgios Leontini dhe Berekliu. Është fjala për teorinë e solipsizmit, teoria solipsiste. Thotë se vetëm unë ekziston dhe të gjitha objektet tjera përreth meje janë pjellë e mendimeve të mia, asgjë nuk ekziston realisht. Si mendoni për këtë pikpamje? A mund të qëndroj filozofikisht dhe shkencërisht apo? Ti je student psikologjia, apo? Kam mbaruar psikologjia tani më pas. Shumë bukur. Edhe i ke këto emra të freskët, e ku ta di. Ti kur më përmend kështu emrash, unë them, çfarë këta? Por në fund fare, thua se çfarë duhet, edhe unë atë kap. Ajo më duhet mu. Nuk i kam lexuar, unë as do i lexoj ndonjëherë këta. E ka për detyrë t'i theksoj autorët. Jo, s'ka gjë, mua më nder. Po, tanti. Unë do ta thjeshtoj punën me një thënie të Nastradinit. Gjithë kur kujtoj Nastradinin, fillojnë qeshin. I hipte edhe gomaret mbrapsht. Pse? Sepse e mbrapshta me të mbrap, kjo botë është e mbrapsht. Gjithë e kuptojnë, nuk guxojnë ta thonë, mundohen ta rregullojnë atje. E mbrapshta do të mbrapshin. Pra, po hecë mbrapsh në këtë botë, del fituar. Kjo është e gjitha. Edhe ai, Nastradini i hipte gomaret mbrapsht. Kështu e duan këta, thoshte. Dhe kur e pyetën ata Nastradin, ku është qendra e botës, se e pyesnin për ta tavë. Edhe ai me atë zgjuarsinë mistike, ai përmbledhte gjithë zgjuarsinë mistike të lindjes. Se materializmi filloi në perëndim. Me atë po ecim ne. Misticizmi ka mbetur në lindje akoma. Kur e pyesin se ku është qendra e botës, ai thoshte qendra e botës atje ku e lidh gamorin unë, thoshte, gomarin. Ku ta lidhun gomarin, aty është qendra. Çto më thënë? Ha, qeshni, s'ka gjë. Por fakti është që bota, universi, gjithësia, infiniti, nuk ka qendër. S'mund të ketë qendër. Që të ketë qendër, duhet të ketë kufit përcaktuar. Masi vë kufit, tak, e matë edhe i vë qendër. Infiniti, i paskajshmi, s'ka qendër. Pra, me qenë se nuk ka qendër, qendra e tij është kudo. Pra edhe atje ku lidh të gomarin. Nastradini e dinte këtë punë. Ata talleshin me këtë që i dinte gjithçka. Dhe kur vjen puna e stoicizmit dhe solidariteti, kur vjen puna ke mendimi i këtyre filozofëve që unë ekzistoj, asgjë gjithçka është prodhim, këta kanë të drejtë. Sepse po Nastradini e shpjegon këtë punë. Kur i thanë, o Nastradin, kur mbaron bota?
Po ta mbaron kur të mbyll syt unë thashtë. Qeshni, po mirë qeshni. Kjo botë është perceptive. Pra, ti po nuk e perceptove, po nuk e pe, po nuk e preke, po nuk e nuhate, po nuk e mate, për ty kjo botë s'ekziston. Pra një gjë që nuk preket, nuk matet, nuk nuhatet, tjere. Ajo nuk ekziston. Atëhere, gjithçka që ekziston është percepcion, është materie, është e matshme. Këtë në Stradini e dinte. Çdo të them me këtë, po në qoftë se gjithçka perceptohet, atëhere autori i kësaj bote je ti. Ti e bën perceptiv. Unë jam. Qenja ime po. Atëherë dalin ke fjalët e këtyre filozofëve të nderuar, domethënë që gjithçka është uni. Shpërndarja e unit, por ka një diferencë. Kupton? Uni kur diferencohet nga të tjerët, nuk është më unë, është ego. Dhe ego është materializëm. Kurse uni i vërtet është kur ti tek uni yt përmbledh gjithçka, përmbledh çdo njeri, e barazon me veten. Ky është unifikimi. Dhe unifikimi do të thënë mos diferencim, mos ndarje, mos dallim. Dallimi është djalli. Dallimi është djalli. Po dallove ke djallin. Zoti nuk dallon. Uni është Zoti. Prandaj thot ai në Kur'an, njife veten tënde dhe ke njohur Zotin. Pra një vetëm. Unifikohu me veten. Ke njohur Zotin, Zoti e ti. Po, sepse edhe... Zoti e ti prapë, me qenë se ti e Zoti, ti edhe, si që quajnë krijuesi e tjere. Por, Zoti nuk krijon, sepse Zoti është gjithçka. Neve psikologët, se cilën ndarje të personalitetit, ne quajmë ose personalitet të shumëfisht, ose ndarje të shpirtit, për ndryshe skizofrenia, ndarje e shpirtit. Kjo është patologjike për ne. Po, është patologji për ne. Po, për pikpamje tjera të filozofëve është diferencë nga uni, ripërtrirje e egos. Skizofrenia, ose që sot quhet sëmundje, në fakt është një konflikt i madh me gjithë shoqërinë. Po ti veshe, skizofren sot janë të gjithë njerëzit që nuk kanë bërë sherr, që s'kanë bërë dëm, që nuk dinë me bë hile. Pak a shumë, në thelbin e vet, janë njerëzit më të ndershëm që vuajnë digjen në këtë botë. Por ata janë të smur për faktin që ne i qymë smur dhe i fusim, i izolojmë, i mjekojmë duke i shtuar konfliktin. Ka vende të tjera në lindje, atje ku e njohin këtë punë, të cilin skizofrenin ose skizofrenin e filanit e fistekut e tjerë, nuk e quajnë smundje. E quajnë një dhunti. Dhe i bëjnë yzmet për sëmbari. Skizofreni është shumë afër genialitetit. Gjeni. Por nuk është i racionuar. Kjo është i përshtatshëm në shoqëri. Pra, kjo është shoqëri e racionit. Racionale. A keni të njëjtin mendim edhe për autistët? Autistët. Ne kemi njohur skizofren, unë jam mjek. Sot po njohim autistët. Dikur edhe sot i quajnë budall, këta budall atje, pse edhe budën i thanë budall, i thanë budës. Prandaj meti buda aty. Po se bëri dallimin ai, bëri ndarjen, u zgjua. Gjithë jemi në gjumë. Kupton? Autizmi është, si thua, një patologji e kohës. Çdo kthim mbrapa ose ecje përpara quhet patologji. Për kohën që jetoj. Autizmi nuk bën dot diferencimet. Nuk diferencon, nuk njeh këtë, nuk njeh, pra nuk i ndan. Është larg dijes, larg ndarjes. Por autizmi, kanceri, Alzheimeri, skizofrenia, po shtohen për ditë. Të gjitha janë këto shenja. Kush ka sy le të shohë, thot, kush ka vesh dëgjoj. Janë shenja të mbarimit të kësaj bote racionale. Se ka cak, kjo botë ka cak. Një botë materialiste e matëshme ka cak.
Ka fund. Pra, një ditë do mbaroj, si do mbaroj? Nuk ka për të mbaru as me meteorit, as me bomba, as me tjerë. Ja. Ka për të mbaru me një revolucion mendor. Dhe revolucioni mendor është i gatshëm. Gjithë rinia, sot shef internet, shef filme tjerë, dhe kanë filluar në këtë punë. Për shembull, psikologjia, filozofia tjerë kanë qenë degë që nuk para ndiqen. Sot po ndiqen shumë. Pse? Njerëzit duan kërkojnë diçka tjetër. Diçka për te rutinës së mërzitshme dhe të lodhshme, që i ka raskapit të gjithë. Kjo botë i raskapiti. I konsumoj njerëzit. Është botë e konsumit kjo. E tillë është. Po ndave, po ashtu, konsumon kohën dhe koha të konsumon ty. Sot që i kemi gjithë mjetet, kemi avionet, kemi raketat, kemi veturat, celularët, s'kemi kohë. Të gjitha janë bërë për të përfituar kohë. Në fakt, kohë kemi më pak. Koha konsumohet. Edhe kjo punë ka cak, edhe koha ka cak. Dhe gjitha këto janë shenja, ato smundjet që thamne, janë shenja që po vjen një botë e re. Një botë pa diferencim. Një botë pa kohë. Një botë pa konsum. Po s'konsumove, nuk konsumohesh. Edhe vim ke e para. Qa ishin ata gjigandët e kuda dirë, që s'kishin kohë. Gjithë kohën e kishin dispozicion. Nuk vdisnin. Ishin trupat, që sot i quajmë trupat brillant ose të lavdishëm. Trupat të mëdhej, që nuk vdisnin. Nuk konsumonin. Këtu vime dhe keq Eliza, se përmenda kancer. Që Eliza kanceroze që këta lodhen për ditë duke shpikur kimioterapira, ku ta dion gjithë metodikat e asgjësimit të qelizës kanceroze, nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm e shtojnë. Sepse edhe vetë ata e quajnë immortal cell. Dhe më thënë, qelizë e pavdekshme. Me qa do e vrasë është pavdekshme? Kimioterapi, vetëm e shton. Kimioterapia shton kancerin. Dhe është thjesht një biznes i llatarshëm që njeriu ta çojë pa para në atë botë. Po, një transportim falas. Mirë. Atëherë i rikthehemi edhe librit tuaj të ri që keni botuar, pra me autor Kastriot Mëlyshi. Titulli Shqipja, Qelsi i zgjidhjes së enigmës kohë. I tregoj parashikuesve, është një libër volumonoz, me sa e pash, një libër që trajton kohën, por në bazë të gjuhës shqipe. Pra me autor Kastriot Mëlyshi. Këtu, i nderuari doktor, Shqipja, thot Qelsi i zgjidhjes së enigmës kohë. Duke shfletu, kalova te interpretimi mistik apo mitologjik. Në një trajtes thuhet se sipas mitologjisë e cila për shkak të mos kuptimit të saj na jepte si mistik mis, e munguar, sekret, jo krejt mis mas. Kroni ishte jati i perëndive Zeus, Poseidon dhe Metër. Kjo trajtese juaja në filles të ndarjes së rokjeve, do thot pikërisht termave të ndryshëm. A ju shper deri te e vërteta absolute, sepse unë si psikolog vërtetën e konsideroj si relative. Evolon vazhdimisht, po për ju, e vërteta, a është gjithmonë në bazë të ndarjes së këtyre fjalive apo fjalëve? Një e vërtet që evolon, njëkohësisht dhe involon. Dhe gjithë shoqëria jonë quhet evolutive, evolucioni shkencor. Njëkohësisht është involucion. Shoqëria jonë po pëson involucion të llatarshëm. Ai evolucion shkencor që solli bombën me hidrogjen është varri i kësaj shoqërie. Pra, shoqëria me evolucionin e saj materialist, po e theksoj, i bën varrin vetes, i hap krop, i jep fund vetes. Po dalim aty. Ka një segmenti të mitologjisë. Kur unë flas për mitologjinë e bëj vetëm krahasimet ose paralelizmat, sepse gjithë universi dhe gjithë bota jonë ekziston në bazë të korrespondencave, jo të koincidencave. Po të kuptimi ynë shkencor, materialist, fetar etj. Funksionon në bazë të koincidencave. Është kjo, shtyn atë, ajo tjetër atë, pra. Shkak pasojë. Shkak pasoja, proces kauzal. pra,
Shkak pasoja është sajes e mendjes tonë. Në qoftë se ekziston kjo gotë këtu, do ekzistoj edhe shishi atje. Qoftë se unë jam këtu, do të jesh edhe ti atje. Pra, i gjithë universi ekziston bazë të korrespondencës. Është minusi dhe është dhe plusi. Qoftë se plusi lëviz bëhet minus, kjo minusi do bëhet patjetër plus. Gjithë universi ekziston bazë, pra nuk mund dhe të dyja këto, shkaku dhe pasoja, ekzistojnë njëkohësisht. Dhe më thëmë pa kohë. Kur nuk e bëri veza pulën, apo pula vezën. Se ne po bëjmë shkencë të madhe. Gjithë bota është angazhu. Qas po bë? Akoma nuk e kanë zgjedhur kush është e para, veza apo pula. Sipas gjurmëve të ADN-s mendohet që është veza e para. Tani, ARN dhe ADN, kombinimet e këto dy elementeve. Në momentin që ti themun, në momentin që ne themi ky është i pari dhe ky i dyti, kemi rënë grop. Nuk ka të parë e dytë. Gjithçka ekziston njëkohësisht. Më thuaj ti mua, a mund të quhet pula, pul, pa bërë vezën? Jo, sepse është jo e plenueshme atëherë, nuk riprodhon. Asnjëriu nuk mund të quhet njeri. Po pra. Në momentin që pula bën vezën, quhet pul. Apo? Para kësaj nuk quhet pul. Atëherë kush e bëri pulën? Veza. Po vezën kush e bëri pula? Këto të dyja bëjnë njëra tjetrën njëkohësisht. Po si ka mundësi që të njeriu, që nga qeliza pa jetë jemi kthyer në një qelizë të gjallë, derisa qelizat kanë qenë të dyja bashkë. Nuk ka pas njeri në mes. Është çështja e Adamit dhe Evës. Kush e krijoi? Eva Adamin apo Adami Evën? Apo kanë ekzistuar njerëz para tyre? Ja, këtë po të them domun. Në Bibël shkruhet, ta shpjegoj unë. Zoti e futi njeriu në gjumë. Dhe nga brinja e tij e 12, për shembull, një pjesë, brinja, këmba, këta s'ka gjë, hoqi një pjesë. Dhe bëri gruan, Evën. Dhe këtë ja çoi burrit dhe tha kjo është gruaja jote. Po ishte njeriu në gjumë. Në momentin që ky bën gruan, bëhet burr. Kur pula bën vezën, bëhet pul. Apo jo? Po pse quhet pul? Sepse bëri vezë. Veza i quhen pul. Fëmia i quhen nën. Pa fëmin, kjo nuk quhet nën. Këto janë të njëkohshme. Pra, në momentin që Zoti i hoqi një pjesë burrit, njeriut, se nuk ishte quajtur Adam, ai u quajtur Adam, masi u da, ja hoqi, u da. Dhe bëri gruan, u quajt burri. Pra gruaja bëri burrin. Kështu i bie. Pa këtë grua, ky nuk quhej burr. Ky është njeri i unifikum. Po. Atëherë, çdo të them shkak dhe pasojë nuk ekziston. Çdo shkak është pasojë dhe çdo pasojë është shkak. Këto interferojnë tek njëra tjetra njëkohësisht. Nuk ekziston shkak pasojë. Shkak pasojë është materializëm. Kur heqim kohën, kur themon njëkohësisht, iqet koha, bie koha. Dhe nëse koha bie, materia s'ekziston. Aty e ke edhe atë. Pra me anë gjuhës shqipe, ti mund të zbërthesh çdo gjë. Dhe nuk bëhet thjesht me ndarje. Ndarja e fjalës, sepse janë fjalë të përbëra, të zgjatura. Gjermanisht e ke një fjalë, një rresht. Janë gjuhë të reja këto. Ndarja e fjalës bëhet për efekt të nxjerrjes së rrënjës. Për të shku ke rrënja, tek rrokja. Rrokja është ajo që rrok gjithçka. Me një ndarje të fjalës, unë shkoj tek rrokja. Dhe rrokja është polisematike, do më thënë shumë kuptimore, është holografike, t'jep gjithçka. Ky është sekreti i gjuhës. Në gjuhë ose në fjalë, kot nuk thohet fjala ishte e para atje. Është kodifikuar në mënyrë holografike e gjithë e vërteta e kësaj bote. Me anë të gjuhës, një mjek mund të vërë diagnozën dhe mjekimin, pa u gabuar. Me anë të gjuhës, një shkencëtar gjen të vërtetën. Sepse, po dalim tek shkencëtarët e mëdhej,
Në qoftë se ata do të dinin të spjegonin fjalën atom, që do më thënë jo i ndarë, nuk të ndanin atë. Ndarja është perceptive. Dhe ndarja e atomit bëri gjithë shkencën. E cila mbaron me bombën atje. Mbaron. Pra sa juan shkencën. Që pa ndaraj. Pse? As Eva aty elektroni dhe as Adami protoni se ekzistojnë. Ekziston vetëm një neutron, që në CERN Zvicrës e quajtën neutrino, i cili kalon të shpejtësinë e dritës. As gjëson të çdo lloj materie. Kur i thash një shoku tim, është pedagog në Francë, është pedagog i fizikës kuantike. I thash, kjo fjala materie mos vjen nga shqipja, i thash. Pse tha? Nga fjala mat. Ikër, tha, qa bote kështu, më sajoni gjone, kënë fillu ju shqiptarët me sajur shumë gjone, tha që. Mas një muj, mori telefon, tha, ore, ditë që ketë drejtë. Nuk është se kam drejtë, unë ka drejtë gjuaj, tha, sepse po matë 2 herë, bëhesh matematik. Ti je mat dhe mat, bëhesh matematik, matemat. Ju mendoni, doktor, që gjua jo në Shqipe, është gjua e parë e ekzistencës? Nuk është gjua e parë. Si ka mundësi që ndërlidhen çdo gjë atë me gjuhën shqipe? Pse jo me gjuhën gjermane ose gjuhën greke? Ja ta them unë, s'ka problem. I gjithë njerëzimi para Evës Adamit dhe bashk edhe në kohën e tyre fliste të njëjtën gjuhë. Njerëzit merreshin vesh me peshkun, me zogun, me ujkun, kishte paqe. Me bimët ishin një, flisnin të njëjtën gjuhë. Nën kuptoheshin dhe kjo quhet paskajore. Gjuhë e parë, që e ka ruajtur Gegnishte. Ishte e paskajshme. Merreshin vesh gjithë. Po u more vesh, gjuha në fund sherrne. Po u more vesh me të gjithë. Se kur thonë ai duhet në bisedime, pse? Që të cilin paqen. Se kështu s'po merremi vesh. Ta kemi një marrëveshje kompromis. Atëherë pra gjuha ishte një. Kur humbi gjuha? Kur filloi u shkruajt. Ata që nuk i besuan fjalës, se ne shqiptarët edhe sot me i marrë bërgjë njëri tjetrin, nuk shkojmë me shkrujt dokumentin, se i besojmë fjalës. Ata që humbën besimin tek fjala. Besni krim besë. E lidhen fjalën, me shkrim, e materializuan fjalën. Dhe lidhja e fjalës është lidhja e lirisë. Lidhja e fjalës është materializimi e saj. Lidhja e fjalës, shkrimi i saj është vdekja e saj. Të gjithë gjuhët që u shkruajtën mas kësaj, humbi kuptimi i vërtet. Me këto libra ne mundohemi të kthehemi mbrapsht me gjetë kuptimin për të gjetur të vërtetën. E vërteta është tek fjala. Pra, lidhja e fjalës, shkrimi, materializimi i saj që krijoi gjuhë të reja, të gjitha vdiqën. Të gjithë gjuhët e shkruar kanë vdekur. Pse rrojtë jona që se shkruajtën? E se shkruajtën. Nuk na lan as më e shkruajt, shqyr Zotit. E di kur ka filluar sherrri për Shqipën? Me kongresin e 1972. Gjuha zyrtare standardet e ka sherr akoma. Pse kjo, jo ajo, pse kjo, do prishet. E filloi sherri. E shkrujt e fjalën. Sherr. Filloi falsifikimi. Dokumenti është, si thosh, materia e parë për të falsifikuar të vërtetën. Thonë, unë kam gjetë një dokument autentik për filanin, historianin, Skënderbeun, tjera, që shkruan kështu për të më mirë. Ja ku jemi bashkë. Po fusën shisha unë një shkrim për ty, ku të shaj ty nga kama ke kama. Edhe e hedh ndet, edhe ti përashtu për mu. Mas 200 vjetësh do t'i gjejnë, edhe do mburren me to, do mbrojnë dizertacione. Kam gjetë një, në një shishe, thot 200 vjeçare. Kjo është e vërteta, që Roni ka qenë burr i keq. Nuk shkon me shkrim kjo. Prandaj popullit ton, që nuk i besoj shkrimit, por fjalës, i kaloi të gjithë vërtetat e tij në poema, edhe në pralla, në mitologji. S'kishte televizor. Kur mblidheshin nga Xhaku, tregonte gjyshi pralla. Fëmia i fiksonte dhe i çonte ke fëmijët e vet. Dhe kështu u trashëgu kjo. Ka pas njerëz në Malci, pa shkollë, që e recitojshin fishtën nga fillimi deri në fund. Pa asnjë gabim. Kam pas gjyshën time, mirditore. Pa shkollë. Po kishe qef me një gjuhë. Cicërim, vjersha. Asaj dilshin fjalët si vjersha. Vjersh me rim. Kjo ka qenë gjuha.
Gjua ka qenë ajo që mbas një rreshti vinte tjetri. Pa e mësuti, vinte vet, ajo është rim, është poem. Gjua është tingull natural. Ai Shakespeare atje mësoi gjuhën. Shkojnë në natyrë, gurgullim ato, ciu, edhe është më i madh në botë. Doktor, pasi jemi në minutat e fundit të emisionit, kisha një pyetje për fund. Është fjala për vdekjen klinike, pasi që jeni dhe doktor. Mendohet dhe supozohet se njeriu kur vdes klinikisht, nga vdekja klinike, fillon ta sheh një ndriçim, një tunel të bardh, një udhtim jashtë kohës. Por nga shkencëtarët e neurobiologjisë, neuroanatomisë, kanë theksuar se kjo nuk është gjë tjetër vetëm një mungesë e oksigjenit në lëvozhgën e trurit. Atëherë si mendoni? Është mungesë e oksigjenit në lëvozhgën e trurit apo diku u thon njeriu që vdes klinikisht? Si mendoni? Mi ke thënë të gjitha vetë. Shkencëtarët kanë drejt, por në mënyrën e vet. Do thotë është mungesë e oksigjenit në lëvozhgën. Detyrimisht, po për oksigjen ka nevojë korteksi. Pa oksigjen vdes korteksi. Ndriçimi i bardh që ne e shohim është iluzion apo çfarë? Po çfarë është korteksi, po ta them unë. Korteksi është ajo cip që ne na pengon dritën dhe e vën errësirë ose në gjumë subkorteksi. Subkonscient. Sofia, se po ta them kështu. Për oksigjen e korteksit hap dritën. Dhe ajo që është dritë e vërtet është pineal gland. Gjendra pineal. Është gjendra më e vogël se kokororizi dhe më e vaskularizuar se të gjithë gjendrat e trupit. Çfarë do të thënë? Që ka engjako që e rrethojnë më shumë se të gjitha. Që do të thënë është më shumë e oksigjenuar se të gjitha. Oksigjeni është oksiduesi ose errësuesi ose vdekjeprursi jon. Ai që na jep jetën, ai na i merr. Edhe ne ja vëmë Zotit. Allahu themi ne, na jep jetën dhe na i merr. Është oksigjeni. Është epoka e oksigjenit me Evën dhe Adamën. Fillon me mendu, u kriju si patronore. Ajo pengon marrëveshjen tënde me universin, që ti të bëhesh një me universin, ose të bëhesh Zot. Ky është, njeriu Zot ky është. Bëre një, prandaj që ka shku ke Zoti, thon kur vdes. Ka shku ke Allahu, thon kur vdes. Në fakt, trupi është materie. Trupi ka cak, të vdesi. Është i vdekshëm që kur lind. Materia është e vdekshme që kur lind. Kupton ti? Por ajo që e mban gjallë është fryma. Fryma e përdredhur në formën e ADN-s, kromozomet, është përdredhje frymës. Kupton ti? Zë brenda hidrogjenin. Ajo është fryma. Zënja brenda e hidrogjenit e detyron atë në përpjekjet për të dalë, ajo është fryma. Për të dalë jashtë, të thuri aminoacidet që më dole aty. Proteinat. Pa, proteinat bazë të trupit. 10 aminoacide janë. Të thuri ato dhe të bëj trupin. Kjo është. Por në momentin kur kjo trupi, materia konsumon veten. Është në luftë, materia, prandaj janë dy gjëra për jetë. Ata janë kontradikt. Materia është kontradiktore, nuk mund të ekzistojë ndryshe. Bardhëzi, yang-ing, mira e keqja, dita nata, janë luftë. Dhe kjo luftë e konsumon. Atëherë hidrogjeni del po me atë ide, po me atë formë, etj, dhe del si frymë. Frymë e unifikuar me gjithësinë. Në një, si thua, në një dimension tjetër që perceptimi ynë, se është i përcipt kë, ka një cip përpara. Percip. Bërcip. Këtë bërë një cip. Kupton? Nuk arrit të shoh. Është dimension tjetër. Dhe ai dimension tjetër nuk është material. Dhe po si material nuk është i vdekshëm. Është nominal, jashtëcor. Po nuk është i vdekshëm. Materia vdes. Se është e matshme, ka cak. Ai është pa cak, është infinit, është paskajor. Atëherë ku e ka vdekjen ai? S'ka kohë. Nuk ka kohë. Është i gjithkohshëm. Prandaj thonë që jeta e përjetshme etj. Faleminderit shumë për përgjigjen, faleminderit sot që ishit me ne në emisionin Psikologjia Press. Ju jemi mirënjohës. Faleminderit dhe ju, u kënaqa dhe unë. Ju faleminderit. Faleminderit. Teleshikues të nderuar të televizionit Opinion. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Miru takoshin në emisionet e radhës në emisionin Psikologjia Press. Mirëmbëngjes.